Lëvizja vetëvendosje ka arritur të sigurojë 57 ulëse në kuvend nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, por ky numër nuk është i mjaftueshëm për të konstituuar e vetme kuvendin dhe për të formuar qeverinë e re, pasi për këto procedura nevojiten së paku 61 vota. Megjithatë, kjo pengesë pritet të tejkalohet pa nevojë për koalicion paraprak me partitë shqiptare, pasi deputetët nga komuniteti serb dhe jo serb kanë shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me kryeministrin Albin Kurti. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë nga komuniteti serb, Nenad Rashić, i cili sipas rezultateve ka siguruar një mandat deputeti, ka deklaruar se është i gatshëm ta votojë formimin e qeverisë Kurti 3. Ai ka theksuar se paraprakisht kërkon një takim me Kurtin për sqarimin e disa çështjeve. Besoj se kemi siguruar një mandat pasi diferenca e votave është e madhe dhe nuk jemi në rrezik. Kam përvoja të mira bashkëpunimi me zotin Kurti, ende nuk kemi biseduar konkretisht, por jam i sigurt se në ditët në vijim do të takohemi, jam i gatshëm për bashkëpunim, nuk kemi kushte për ta votuar qeverinë Kurti 3, por kemi disa kërkesa për përmirësime teknike në interes të qytetarëve serb. Kushtetuta parasheh që një ministri të udhëhiqet nga një ministër serb dhe të gjitha rrethanat po na drejtojnë drejt vazhdimit të bashkëpunimit, ka deklaruar Rashić. Ndërkohë, nga komunitetet e tjera, përfaqësuesit e romëve dhe ashkalinjve janë në pritje të rezultateve përfundimtare nga Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve. Përfaqësuesi i Partisë Socialdemokrate të Ashkalinjve, Artan Aslani, i cili ka siguruar mandat deputeti, ka thënë se është i gatshëm të bashkëpunojë me Kurtin për formimin e institucioneve. Po, do të jemi pro konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë, jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi dhe të japim kontributin ton. Ende nuk kemi zhvilluar takim, pasi KQZ-ja është në proces për numërimit të votave, ka deklaruar ai. Gatishmëri për bashkëpunim ka shprehur edhe përfaqësuesi i komunitetit rom, Albert Kinolli. Sipas tij, nga grupi multietnik pritet që së paku 8 nga 10 deputet ta votojnë formimin e qeverisë së re. Ndërkohë, përfaqësuesja e komunitetit bosnjak Duda Balje si dhe Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane, të cilët kanë siguruar mandat në kuvend, ende nuk kanë bërë të ditur nëse kanë ndryshuar qëndrimin e tyre, pasi më herët ishin shprehur kundër formimit të qeverisë Kurti. Sipas kalkulimeve të drejtanishme dhe deklarimeve publike të përfaqësuesve të komuniteteve serb dhe jo serb, lëvizja vetëvendosje pritet të sigurojë rreth 65 vota për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re.